kur dikush maksimum përpjeket me u largu nga punët e këqija, nga punët e ndyta, nga haramet e kështu me radhë, investon këtë aspekt shumë dhe largohet vazhdimisht, apo. Ky njeri me këtë distancim, me këtë largim, a fiton edhe ndjeshmërie apo në raport me gjithçka që ka mëkat. Normal, se mëkatimi për të bëhet diçka shumë i tmerrshëm, shumë i shëmtuar, apo mëkatimi. Dhe sa më tepër largohet ai nga mëkati, ky largim nga mëkati fillon me e zbe pjesën i madh dhe i vogël. Jetë veç mëkat. Don mëkati i madh është kur të afrohesh. Po sa më shumë largohesh, largimi të vëllazër çka bën? Don pamja fillon me u dobësu. Mëkati nuk dobësohet, po taj fillon kjo i madh dhe i vogël mos me pas dallim të madh. Për shkak të ndjeshmërisë që e ka për me rënë mëkat, për shkak të kujdesit që e ka rënë mëkat. Prandaj vetë si i thuhet mëkat është ai largohet. Nga se e din se mëkati, edhe pse është i vogël, domethënë mundin e distancimin nga mëkati i madh ja çon poshtë. Do njëri sa më tepër perfeksionohet në punë të caktuara, apo detalet bëhen për tema të rëndësishme. Njëri sa më kaotik që është, detalet janë të rëndësishme për ta. Në çdo fushë tjetër merret çështo apo. Edhe ai që ka mëkate, do më largu nga mëkatet. E din se çka ndodh kjo. E din se një hap është hapi i dytë. Ka investuar më largu. Ai nuk bën mu. Për një Allahu xhallahu ala thot në këtë ajet. Ata që largon nga mëkatet e mëdha përveç të voglave. Ama të voglave këtu shipon makia me i bë pas rralla atë. Për shkak të fuqisë largimin nga mëkatet e mëdha atë. Po nëse ndodh me ranga së njerëz, mos të zhgënjihen e të kthejnë mëkatet mëdha, nga se këtu janë të falur ato. Dhe Allahu xhallahu ka mundsuar që mëkatet e vogla të falen përmes namazeve, namaz, apo marrja e abdesit, xhumaja dhe xhuma, sikur se kanë hadith ka thënë pejgamberi fal mëkatet nëse largohen nga mëkatet e mëdha. Fal mëkatet e vogla. Don ata që largohen vazhdimisht mundon më nga mëkatet e mëdha, po ju ndodh në fakt gabim me ran mëkat të madh, Allahu ja fal mëkatin ato. Për shkak të përpjekjes së madhe më nga mëkatet e mëdha. Po Allahu po të më tregu se ata që do shpërblehen, ata të udhëzuarit, ata përpjeken, ata japin mund më largu ato. Nëse ndodh në afekt gabim, domthonë në mjegulli me ran mëkat caktuar, mos e ndrysho diskursin, mos del në shtek tjetër, më tash në rash kët s'qen nga të pastërt, mos e bë këto, vazhdo tutje.